Tunxha tjeta, uroj t'jeni mirë. Çfarë fshihet pas fletës së arrestit të presidentit Erdogan, prokurorisë për Stambollit, ndaj Benjamin Netanyahus, apo pajtohet apo po shpërthen konflikti ndërmjet Izraelit dhe Turqisë? Çfarë po luhet në kulisa? Një flet arresti ka dalë nga prokuroria e Stambollit për Netanyahun, kryeministrin izraelit dhe 31 zyrtar të tjerë të Izraelit. Është çoroditur e gjithë dynjaja çfarë po ndodh që shteti i dytë i NATO-s të nxjerrë një flet arresti për një vend mik të madh të Amerikës, siç është Izraeli, një lojtar i madh në lindjen e mesme. Përplasje të mëdha, analiza të mëdha, është hutuar gjithë dynjaja në fakt apo shpërthen një konflikt ndërmjet Izraelit dhe Turqisë, apo po pajtohet Izraeli me Turqinë? Një deklaratë bombë e ambasadorit amerikan në Ankara, Tom Barrack, dhe e emisarit amerikan për lindjen e mesme ka shokuar opinionin dhe tregon se sa e komplikuar është loja atje. Është folur edhe në disa media shqiptare, por është trajtuar pak bardhëzi. Kisha dëshirë sonte të merrem dhe t'ju tregoj detajet dhe kulisat se çfarë po ndodh dhe çfarë fshihet, cila është dhurata e pajtimit ndërmjet Izraelit dhe Turqisë dhe cilat janë arsyet përse fleta e arrestit del në këtë moment pikërisht nga Stambolli për arrestimin e Benjamin Netanyahus. Cila është loja e Amerikës, cila është loja e Izraelit dhe cila është loja e Turqisë? Kam dëshirë sot ju marrë në pjesën e zhvillimeve ndërkombëtare, pasi morëm shumë kohë duke u marrë me çështjet e brendshme dhe zhvillimet e Shqipërisë, zhvillimet e Shqipërisë dhe të rajonit dhe të Kosovës, pa asnjë diskutim që do të jenë pjesë dhe fokus kryesor i asaj çfarë po ndodh, sepse qëllimi i këtij kanali është pikërisht Shqipëria pikë së pari dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, loja gjeopolitike ndërkombëtare dhe kulisat e lojës ndërkombëtare nuk janë thjesht vetëm për kuriozitet apo për të shtuar info në dituritë dhe njohuritë tuaja, por kanë qëllim që të vijë në shërbim të hapjes së trurit, rritjes së vetëdijësimit të popullit shqiptar për lojën e madhe në lindjen e mesme, në Ukrainë, në detin e Kinës Jugut, Venezuela, në Afrikë, në mënyrë që ti kuptojmë ato jo thjesht për argëtim, por për të kuptuar se çfarë ndodh me Shqipërinë. Ju e dini që në Shqipëri Rama, Berisha, këta janë të gjithë bashkë pas një diskutim, bëjnë në mënyra të ndryshme lojën e tyre. Ne i kemi shpjeguar dhe do të vazhdojmë të shpjegojmë në vijim se çfarë janë duke bërë dhe si po luajnë, si i kanë ndërtuar skatierat e tyre, por duke qenë që jemi marrë shumë këto ditë me historitë e brendshme dhe duke qenë që është fundjavë dhe nuk ka zhvillime të ronditse brenda Tiranës, edhe pse Tirana është duke zirë dhe po vlon, sepse janë pak para shkërmoqjes përfundimtare, ju marrë në këto zhvillime të rëndësishme të cilat duhet t'i kuptojmë. Është arrestuar, ka dalë një flet arresti nga prokuroria e Stambollit për Benjamin Netanyahun, i cili flet arresti e cila e ka tronditur Izraelin, e ka shqetësuar Izraelin dhe rrethet politike në Izrael, ka shqetësuar edhe një pjesë të madhe të ndjekësve ndërkombëtar se çfarë është duke ndodhur. Në fakt, prokuroria e Stambollit e ka akuzuar Benjamin Netanyahun për krye genocidi, për vrasjen masive të banorëve të Gazës, për goditjen e asaj flotiljes së qendresës Al Sumud, për goditjen dhe bombardimin e disa spitaleve të cilat ishin të ngritura nga Turqia brenda Gazas për të ndihmuar popullin palestinez në ditët e vështira, e kështu me radhë. Pra nuk ka ndonjë problem të madh të gjesh akuza për Netanyahun, sepse është deri në fyt, është edhe gjykata ndërkombëtare penale ka lëshu flet arresti për Netanyahun për krime kundër njerëzimit. Çështja është që çfarë fshihet këtu mbrapa, është vërtet një pajtim i Turqisë me Izraelin apo është një acarim dhe gati për luftë? Dikush mund të pyesë, o kreshnik, po tani pse na filozofon shumë? Ai nxjerr flet arresti, ti po flet për pajtim. Prit pak, duro pak, dëgjolle pak deri në fund, sepse do t'ju them se çfarë është, cila është torta dhe pjesa
e dhurata që është në mes e këtij ekuacioni të ri në lindjen e mesme. Amerikanët, ndryshe nga që kishin njoftuar pak kohë më parë, veçanërisht Donald Trump, i cili ka patur në politikën e tij largimin e trupave nga lindja e mesme në përgjithësi, por edhe nga Siria në veçanti, Donald Trump merr vendim që të rikthejë trupat amerikane. Tashmë do të kemi një bazë amerikane me 1.000 trupa në zemër të Damaskut. Pas ardhjes së presidentit Al-Shara, tashmë ka ndryshuar ekuacioni në Siri dhe loja e ekuilibrave gjeopolitik në lindjen e mesme ka ndryshuar. Po për çfarë do të vinë amerikanët me bazë ushtarake dhe si lidhen turqit me këtë histori, si lidhen izraelitët me këtë histori, prisni dhe pak se do t'ju shpjegoj. Erdogan është duke e nxjerrë këtë flet arresti si një lojë e tij për të bërë presion, strategji e zotit Erdogan për të bërë presion ndaj amerikanëve që t'i shtrëngojnë bishtin Izraelit në mënyrë që Erdogan të marrë pjesën e tij në Siri. Siria tashmë është duke u ndarë në zonat e influencës ndërmjet vendeve të cilat janë lojtar rajonal aty, Izraeli, Amerika, Turqia, Irani ka qenë më parë, Irani tashmë doli nga loja. Irani është në prag të një goditje të madhe. Tani do t'ju shpjegoj si. Dhe Turqia do pjesën e saj të tortës në Siri. Ndaj Turqia për t'i bërë presion Benjamin Netanyahus, po pse duhet t'i bëj presion Benjamin Netanyahus? Zoti Erdogan kërkon që të godas dhe t'i ushtroj sa më shumë presion Izraelit në mënyrë që Izraelit i hap rrugë në Siri bashkë me Amerikën. Pse? Sepse në Gaza nuk po pranon që t'i hap rrugë. Edhe aty Erdogan kërkon ndikim. Pse? Sepse kur ka qenë në New York, në tavolinën e New Yorkut me Donald Trump, kur u takua presidenti Trump në gjatë organizatës konferencës kombeve, takimeve të organizatës kombeve të bashkuara, pra në shtator, që u takua me gjithë këto liderët arab, me Turqinë, me Egjiptin, me Malajzinë, me Pakistanin, me Emiratet e Bashkuara Arabe, me Arabinë Saudite, e kështu me radhë për zgjidhur dhe me Malajzinë, për të zgjidhur çështjen e Gazës, ishte rënë dakord pra që gjendej një zgjidhje dhe u gjet një zgjidhje për Gazën ndërmjet vendeve islame dhe presidentit Trump. Tashmë, kur Turqia ofroi mundësinë që të vinë trupat turke në Gaza, Netanyahu e refuzoi këtë. Izraeli e refuzon Turqinë sepse nuk mundet të pranoj praninë e forcave ushtarake turke dhe të shërbimeve sekrete turke në Gaza. Pse o kreshni? Ja ju a them tani. Turqia i ka thënë izraelitëve dhe amerikanëve, më lejoni mua të çoj unë trupat atje, sepse ju a çarmatos unë Hamasin. Sepse Hamasi ishte arsyeja përse Hamasi u tërhoq, ishte presioni i jashtëzakonshëm i Turqisë, sepse edhe arabët i bën presion, edhe Katari luajti rolin e ndërmjetësit, edhe Turqia doli pastaj dhe shtrydhi mirë Hamasin, i tha kujdes, këtu do të bëjmë kompromis. Ishte Turqia një nga aktorët kyç, pavarësisht se kishte lojtarë të tjerë, Katari, siç u thash, Egjipti me rol shumë të rëndësishëm, Arabia Saudite, Emiratet Arabe që janë nga lojtarët kryesorë të zonës, ishte Turqia ajo e cila i bëri presionin më të madh dhe ju tha amerikanëve që unë u bi Hamasin. Tashmë u thot amerikanëve dhe izraelitëve edhe Hamasin unë mund t'ja marr armët, sepse vinë forcat ushtarake turke në Gaza, edhe pse është me risk shumë të lartë, kushdo që të shkojnë në Gaza, por le të supozojmë se u pranua, Erdogan i thot që unë i marr armët nga Hamasi, dhe Hamasi nuk do të më shti me armë kundër meje. Megjithatë, izraelitët nuk mund të bien dakord as të pajtohen me faktin që
forcat ushtarake dhe shërbimet sekrete turke të vinë në Gaza. Po kjo nuk shqetëson vetëm Izraelin, kjo shqetëson edhe Egjiptin. Egjipti me të cilin Erdogan kishte probleme më parë, por u riafrua dhe u pajtua ngjaqet, u afrua Erdogan me presidentin Al-Sisi për të bërë një aleancë të re. I harruan shumë prej konflikteve të shkuarës, të cilat ndodhin për arsye të vllazërisë muslimane e kështu me radhë. Erdhëm në momentin ku Egjipti nuk e do Turqinë aty afër, nuk e do praninë e saj, sepse Egjipti beson që Gaza dhe Palestina janë domen gjeopolitik i Egjiptit. Nuk mund të vinë turqit të hynë këtu brenda lojës. Ndaj, në një takim të bërë përpara 2-3 ditësh në Stamboll, ndërmjet presidentit Erdogan dhe të njëjtave vende që ishin takuar tek kryeza e Donald Trumpit në New York për të folur për Gazën, i mblodhi prap Erdogan përpara 2-3 ditëve në Stamboll, të njëjtat vende, dhe erdhën, por mungoi ministri i jashtëm i Egjiptit. Pse? Sepse Egjipti është i shqetësuar për dëshirën e Erdoganit për të ardhur me trupa ku në Gaza. Por këtë e refuzon edhe Izraeli njëkohësisht. Pra, duke patur parasysh këtë, menjëherë pas daljes së urdhrit të flet arrestit, tregohen qartë për Netanyahu dhe zyrtarët e lartë të tjerë të Izraelit, vinë reagimet nga Izraeli, sigurisht që Erdogani është diktatori i fundit i Turqisë, Erdogani është ai që e kontrollon prokurorinë e Stambollit, Erdogani është ai që ka prerë fletën e arrestit, është ai një diktator i cili drejton një vend që nuk ka liri, s'ka demokraci, duke u mbështetur edhe tek rasti Imamoglu's, kryetarit të bashkisë të arrestuar të Stambollit. Duke patur parasysh këtë, kemi patur edhe një deklaratë të fortë të ministrit të jashtëm të Izraelit, i cili edhe ai gjithashtu, edhe Libermani e kanë quajtur diktatorin e madh të Turqisë, Erdoganin, çka tregon se Izraeli, edhe pse her pas here merret vesh me turqit, është shumë i shqetësuar nga prania e Turqisë aty, dhe pas një diskutim, amerikanët kishin hedhur idenë që Egjipti dhe Turqia, por edhe vende të tjera arabe dhe muslimane, të jenë të pranishëm në Gaza me trupat e tyre. Duke qenë që Turqia u shqetësua se Izraeli e refuzon këtë, Turqia nxjerr flet arresti për t'i bërë presion Amerikës dhe nëpërmjet Izraelit, pra, në mënyrë që të kërkoj pjesën e saj ku në Siri. Pse po ndahet pjesa, zonat e influencës në Siri? Për çfarë i duhen bazat turke Turqisë brenda në Siri? Kjo ndodh për disa arsye. 1. Sepse Amerika ka marrë vendim që të çojë 1000 trupa dhe të hap bazë ushtarake në Damask. Cila është veprimtaria e kësaj baze? Detyrat e kësaj baze është me radar, me ushtarë të rritë kontrolloj zonën dhe rajonin. Po ushtarët turq pse duhet të jenë në Siri? Sepse prania ushtarake kërkon më pas ndikim në pushtetin politik, pra don që të jetë lojtar, që të ketë ndikimin e vet në Siri, do në pjesën e vet Turqia të tortës së Sirisë, që të jetë një lojtar i madh me ndikim në Siri dhe në rajon. Pse? Sepse zhvillimet që do të vinë të ardhshmet do të jenë shumë të mëdha. Çfarë do të ndodh? Pritet nga çasti në çast që të ketë një goditje të mëtejshme të krahëve të Iranit në lindjen e mesme, një rrethim, ndoshta edhe një goditje të Iranit dhe një bllokim total të rrugëve të komunikimit ndërmjet Iranit, i cili dilte nga Irani në Irak, në Siri, në Liban, për të dalë në mesdhepra nëpërmjet të Hezbollahve. Duke patur parasysh këto zhvillime dhe të tjera, të cilat lidhen me konfigurimet e reja në lindjen e mesme, presidenti turk
u thot amerikanëve duhet merreni vesh edhe me mua, ndaj del me njëherë ambasadori amerikan në Ankara, ambasadori Donald Trump dhe emisari i tij për lindjen e mesme Tom Barrack, dhe çfarë thot? Të gjithë ata të cilët po prisnin një luftë ndërmjet Izraelit dhe Turqisë duhet të qetësohen. Kjo luftë nuk ka për të ndodhur. Izraeli dhe Turqia janë pajtuar dhe do të kenë një rol sigurie nga Kaukazi deri në lindjen, deri në mesdheun lindor. Kjo nuk është deklarata imja, është deklarata e Tom Barrack, ambasadorit amerikan në Ankara dhe emisarit Donald Trump për lindjen e mesme. Roli dhe bashkëpunimi ndërmjet Turqisë dhe Izraelit do të fillojë nga Kaukazi deri në mesdheun lindor, që do të thotë do të jetë një lojë shumë e madhe për të ndarë hartën e re të ekuilibrave gjeopolitik. Po çfarë ka tjetër? Turqia me forcat e saj në Siri, nga njëra anë është gjithashtu kërcënim për Izraelin. Pse? Sa herë ka tentuar deri tani Turqia që të sjellë baza ushtarake në Siri, Izraeli e ka bombardu. Pra nuk e ka leju që të hyjë deri tani. Çfarë ka ardhur Donald Trump? U ka thënë izraelitëve, shiko, ju nuk keni pse të keni frikë nga turqit, se jam unë garanti. Ja ku është baza ime në Damask, tani pajtoni, merruni vesh me njëri tjetrin se kemi halle të tjera. Kush është halli i madh? Është Irani. Si do bëhet kjo? Do të rrethohet Irani. Si rrethohet Irani? Duhet godit Hezbollahu dhe rruga e riforcimit dhe të riformatimit të Hezbollahve. Si riformatohet Hezbollahu? Duke ardhur ndihmat dhe logjistika e Iranit nëpërmjet Irakut, ku Irani ka forcën e saj më të fortë, që është El Hashdu Shabi, pra që janë forcat pika e gravitetit dhe fuqisë e Iranit në Irak, dhe nëpërmjet kufive të dobët relativisht El Shara nuk i hap rrugë Iranit që të shkojë në Liban, por mbetet ende shtet jo i stabilizuar Siria, dhe për këtë arsye vazhdon komunikimi ndërmjet Iranit dhe Hezbollahve dhe ndërmjet lojtarëve të tij dhe satelitëve të tij në rajon. Ndaj kjo marrëveshje, nëse e quajmë e heshtur, ndërmjet Izraelit dhe Turqisë për të ndarë zonat e influencës në Siri, është me dirigjim amerikan, dhe amerikanët janë ata që i kanë thënë Izraelit, kujdesni, nuk keni arsye të keni fobi nga Turqia e as nga forcat ushtarake turke, sepse jemi ne garanti. Izraelit i kanë thënë në Gaza nuk ta pranojmë Erdoganin as forcat e ushtrisë Erdoganit. Ndërsa në Siri mbaj aty dhe jeti garanti. Amerikanët i kanë thënë jemi ne garanti. Ambasadori amerikan thotë s'ka luftë mes Izraelit edhe Turqisë, mos i tregoni njerëzve pralla, fleta arrestit ka qëllime politike nga Erdogani, Izraeli dhe Turqia do të ruajnë, kanë marrëveshje bashkëpunimi sigurie nga Kaukazi në lindjen në mesdheun lindor. Shtetet arabe, të cilat u mblodhën para 3 ditësh në Stamboll, një pjesë e tyre nuk i pëlqeu shumë që Erdogan e ka përceu marrëveshjen e New Yorkut. Pse e ka përceu? Duke dalë presidenti turk dhe duke thënë unë do t'i çoj trupat e mi në Gaza dhe do të çoj trupat e mi në Siri, arabët u ndjenë si të nxjerrë jashtë loje nga Erdogan. Pse? Sepse marrëveshja që ishte bërë në tryezën e mysafirit amerikan, e nikoqirit amerikan Donald Trump në New York, marrëveshja ishte që turqit bashkë me arabët, bashkë me Egjiptin, do të merren vesh për një formulë për zgjidhje çështjen e Gazës. Më pas, kjo çështje është shumë e rëndësishme të kuptohet, shkoi për zbatim apo shkoi për t'ju drejtuar fazës së dytë. Erdogan ndoshta i mbledh lideret arab dhe këta muslimanët në Stamboll, ndoshta për t'i shpjeguar atyre qëndrimin e ri të Stambollit apo të Ankaras për modelin e ri të lojës në Gaza dhe për skemën e re të lojës gjeopolitike në Damask. Kjo është një nga arsyet se përse Erdogan synon që t'i bëj presion Izraelit, por njëkohësisht edhe Amerikës, që Amerika t'ia sjellë tryezë
Izraelin dhe të shuaj apo të hyj garant për fobitë e Izraelit ndaj Turqisë, qoftë në Gaza, qoftë në pjesën e Sirisë. Po që duhet Turqisë? Turqia e di që me njëherë pas këtij momenti mund të ketë ristrukturime të reja, mund të kemi nga ora në orë apo nga dita në ditë, këto ditët e ardhshme, goditje ndaj Iranit, që do të thotë do të dalë një pjesë e re, do të dalë një formulë e re për ristrukturimin e ekuilibrave gjeopolitik në lidhjen e mesme, dhe Turqia don influencën e saj. Don patjetër pjesën e saj dhe don të jetë lojtar kyç në këtë histori. Pse? Edhe amerikanët, të cilët po tërhiqen nga Iraku, po shkojnë në Siri. Po shkojnë në Siri dhe po vendosin bazën atje. Ndaj, turqit i thonë amerikanëve, merruni vesh me izraelitët, edhe amerikanët i kanë thënë izraelitëve, kjo është formula. Pa do të vazhdoj të jetë më i nevojshëm lideri Al-Shara, këtu është një pikë pyetje e madhe, se a do të jeti përkohshëm, do ta heqen dhe do të binë tjerë, sepse ai tani mbaroi roli i tij dhe funksioni i tij, apo do të vazhdoj të jetë, kjo është subjekti një analize tjetër. Egjipti nga ana tjetër është i shqetësuar nga kjo lëvizje e Ankaras, dhe megjithëse i kanë afruar dhe, siç i themi në zhargon, i kanë puq pipzat me njëri tjetrin, kohët e fundit dhe janë pajtu Egjipti me Turqinë, Egjipti nuk i pëlqen ardhja, afrimi i Turqisë si një lojtar me interesat të mëdha në rajon, sepse kjo kërcënon sigurinë kombëtare të Egjiptit. Po si e kërcënon? Ardhja e trupave të turke në Siri, marrja e llokmës siriane nga Turqia, ardhja dhe nxjerrja jashtë influencës së Egjiptit nga konflikti në Gaza dhe nga çështja e Gazës, që siç ju thash, Egjipti e konsideron domen të vetin, e konsideron një copës të veten gjeopolitike shumë të rëndësishme. Por edhe qëndrimi i Egjiptit ndaj Libis dhe Afrikës Veriut, pasi Egjipti nuk është i lumtur që Turqia ka forca ushtarake në Libi. Pas rrëzimit të Kadafit, ju e dini që Turqia ka prani ushtarake dhe Egjipti ka patur gjithmonë rezerva ndaj kësaj pranie ushtarake turke në Libi dhe ka folur vazhdimisht për domosdoshmërinë që kjo çështje të zgjidhet. Nga ana tjetër, mund të kemi forca turke, ushtarake turke në Sudan, pra në konfliktin e tmerrshëm të Sudanit. Ndoshta nëse keni dëshirë, më shkruani, nëse doni të dini për çfarë po ndodh në Afrikë. Unë nuk ju kam folur sepse kam menduar se nuk ka ndonjë interes të madh. Nëse keni interes, ju lutem më lejoni ta lexoj interesin tuaj në komente, të shoh nëse keni interes apo jo, për të marrë vesh se çfarë po ndodh në kasaphanën e madhe në Sudan, lufta për Floririn, çfarë luhet atje, çfarë luhet në kontinentin amerikan, kush janë shërbimet sekrete që përplasen atje dhe çfarë luhet, është lojë e madhe. Nuk kam folur sepse kam menduar që nuk keni ndonjë interes të madh, se nuk mund të shpjegojmë se çfarë ndodh në gjithë botën, por nëse keni interes, mundet edhe të flasim në një moment të dytë. Ndaj, Egjipti thot, Turqia në Siri, Turqia në Gaza, Turqia në Libi, Turqia në Sudan, po Egjipti ku është këtu? Nga ana tjetër, i thot Izraeli Amerikës, prit se as unë nuk i zej bes turqve, Amerika i thot, kam pru unë trupat e mi nda mas, kështu që do ta mbyllim barazim këtë lojë. Si është barazim? Merruni vesh me turqit, sepse kemi lojra më të mëdha. Do të bëjmë bashkëpunim sigurie, do të godasim Iranin, do të ndajmë tortën. Pra kaq e hapur është loja. Irani tashmë po bëhet gati me të gjitha energjitë e veta, po bëhet gati për përplasje, po mobilizon totalisht forcat e veta të Al-Hashdu Shabi në Irak dhe po tenton që të kërcënojë me Hezbollah në Liban, dhe siç e shikoni apo siç ju kam shpjeguar qoftë dhe shkurtimisht, Libani është në prag të shpërthimit të madh dhe në prag të bombardimit të Izraelit. Kërcënimet izraelite kanë ardhur, sepse ju kam shpjeguar, është kërkuar prej Libanit që të çarmatos Hezbollah, qeveria e Libanit, por edhe presidenti i Libanit
edhe pse janë pro-amerikan dhe janë pro zgjidhjes së çështjes së armatimeve të Hezbollahut, nuk kanë mundur të shkojnë përpara me planin për çarmatosjen e Hezbollahut, sepse kanë thënë kjo do të bëjë luftë civile në Liban, apo nuk kanë fuqi ta çarmatosin Hezbollahun, sepse është shumë më i fortë se sa shteti. Ndërkohë që jemi në këtë pikë, Izraeli ka kërcënuar hapur dhe ka thënë se do të godas Hezbollahut dhe do të shkatërrojë Libanin në qoftë se nuk ja del vetë shteti i Libanit që të çarmatos Hezbollahut. Shpresoj që kjo panoramë t'ju ketë sqaruar sadopak kulisat e përplasjes ndërmjet presidentit Erdogan, Benjamin Netanyahus, dhe të keni kuptuar se cili është roli amerikanëve dhe deklaratën bomb të ambasadorit amerikan në Ankara, Tom Barrak, i cili thotë jemi përballë një loje shumë më të madhe, mos humbni kohë, loja e rajonit do të ketë të tjera zhvillime, ndaj dhe del fleta e arrestit nga prokuria e Stambollit, nga presidenti Erdogan, për të kuptohemi, ndaj Netanyahus, për ta shqetësuar Netanyahun dhe për ta detyruar atë që të vi tek kushtet e Erdogan në Siri, por ndoshta edhe në Gaza. Siria u mbyll, garanti janë amerikanët dhe baza amerikane tashmë që do të rihapet në Damas, ndërsa për Gazën ende izraelitët janë skeptik dhe Netanyahu, ministri i luftës, ministri i jashtëm, kabineti i luftës, kanë refuzuar në mënyrë absolute praninë e forcave ushtarake turke apo të shërbimeve sekrete turke në Gaza, qoftë edhe për të çarmatosur Hamasin, që do të thotë loja është jashtëzakonisht më e komplikuar se sa e mendoni ju kur ta kuptoni këtë panoramë, siç ju thash, kjo ju ndihmon të kuptoni çfarë po ndodh tashmë në Ballkan dhe çfarë do të ndodh këtu tek vendi ynë. Por do të vim gradualisht. Në Ballkan është duke u folur tashmë një tezë e madhe, ndoshta në ditët në vijim do t'i analizojmë edhe Serbia, edhe Kosova brenda në NATO. Ide e re. Ti marrim të fusim të dyja NATO, por të bëjmë zajednicën, të bëjmë asociacionin, me garanci që tashmë ja japim asociacionin një shteti, jo Serbia që punon për Rusin, por një shteti antar të NATO-s. Lojë e madhe. Si do të ndikoj kjo ke shqiptarët, si do të ndikoj ke ekuilibrat e Ballkanit, tek loja e madhe për botën e re politike në Ballkan që do të lindë, do të jemi bashkarisht për t'i parë në orët në vijim dhe në ditët në vijim këto zhvillime të jashtëzakonshme, të cilat unë mendoj se nga këtu, nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adeu, është shumë e rëndësishme t'i dinë shqiptarët. Ju lutem, siç u thash, nëse keni interes për zhvillime të tjera të cilat unë nuk i kam cekur, ju lutem më shkruani tek komentet. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, për kohën tuaj të çmuar dhe për mbështetjen që na bëni me fjalët tuaja përkëdhelëse, jeni të lutur të gjithë ju që nuk keni bërë subscribe kanalit, të bëni atij subscribe dhe pjesës tjetër të shqiptarëve, nëse mendoni se ka ndonjë pikë vlere kjo që po bëjmë, po dërgoni atyre këto video. Kaq kishim për sonte, të tjera zhvillime të mëdha që janë duke ndodhur dhe do të ndodhin orë pas ore, ju e dini, ato vijojnë në numër në ardhshëm.